Prandaj është domosdoshme që të kemi marrëveshje me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit dhe qytetarët e Republikës presin prej neve stabilitet institucional e jo zgjedhje të përsëritura. Pra nuk ka nevojë për zgjedhje të reja të përsëritura, ka nevojë që sa më parë ta kemi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të filloj kuvendi të punoj, me qenë se mbi 120 milion euro të marrëveshjeve të ndryshme ndërkombëtare na janë vonuar për shkak se nuk po punon kuvendi i Republikës dhe në anën tjetër zgjedhjet e reja do të kushtonin së paku 10 milion euro. Nuk bëhet fjalë tash se kush e ka shumicën ndërmuese, subjekti vetëvendosja ka fituar me 51.1%, dhe çështja është e kuorumi për 80 deputetëve dhe nuk besoj që na duhen zgjedhje të reja për të pasur garë se apo i bëjmë 80 deputet. Është domosdoshme që sa më parë të funksionalizohet kuvendi dhe të mos shkojmë në zgjedhje të reja të panevojshme